Në një intervistë tronditëse, diplomati Michael Gifoni, i cili ka qenë zëvendës shefi i delegacionit diplomatik special në Sarajevo në vitin 1994, zbulon shenja të forta për praninë e snajperistëve italian gjatë rrethimit të qytetit nga forcat serbe. Gifoni tregon se edhe pse kishte status diplomatik, ai dhe stafi i tij qëndronin nën kërcënimin konstant dhe makina e tij, një Fiat Panda, ishte qelluar dhe kishte vrima plumbash. Sipas tij, nga kodrat e Sarajevës vinin tufa pasanikësh, jo vetëm gjuetar, por edhe biznesmen dhe paramilitar që paguanin për të qelluar. Ka pasur informacione nga inteligjenca bosnjake në zyrat e sismit ose shërbimit sekret italian që konfirmonin prezencën e italianëve midis snajperistëve, përfshirë fluturime nga Trieste drejt Serbisë dhe nga aty në lartësi strategjike. Edhe Mustafa Hajrullahović, një figurë bosnjake me pseudonimin italian, konfirmoi se kishin informacione për të rrjet snajperësh. Kur informacioni mbriti tek shërbimet sekrete italiane, sipas Gifonit, u tha se pista ishte hetuar dhe se fluksi vrasësve nga Italia ishte ndalur, por sipas tij nuk u ndosh më tutje me këmbgulje dhe nuk u dhanë emra konkret që të ndiqeshin juridikisht. Ish ambasadori shpreh edhe zhgënjim sepse Italia në të njëjtën kohë që dërgonte snajperist, po dërgonte shumë vullnetar dhe ndihma humanitare për popullin bosnjak, një kontrast që e bënte situatën edhe më të dhimbshme për diplomatin. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.